programi i aranjimit për gatishmëri për Kosovë në shumë prej 100 milion eurosh dhe aranjimi Resilience and Sustainability Facility në shumë prej rreth 80 milion eurosh janë përmbyllur të njëjtën. Këto programe vlerësohet që kanë pasur ndikim pozitiv e Kosova është shteti i parë në Evropë që ishte përfituese e tyre. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe shkallën më të ulët të inflacionit në rajon, ku vitin e kaluar pa inflacioni ka rënë në nivelin prej 1.6% dhe ky trend i njëjtë pra parashihet që të vazhdoj edhe në vitin aktual. Për këtë progres, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, tha se ndikoi një faktor. Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka punuar me përkushtim për të forcuar strukturat e saj qeverisëse, institucionale, për të rritur stabilitetin financiar dhe për të përshtatur kornizën rregullative me standarde ndërkombëtare. Edhe sipas krijuar të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, objektivat janë përmbushur. Gjatë programit tonë kemi pa rritje të fortë ekonomike 4.1% më 2023 dhe presim që më 2024 të rritja të jetë 4.4%, që është prej më të lartave në Evropë. Me programet është synuar ruajtja e stabilitetit dhe përshpejtimi i ruajtjes dhe rritjes së ekonomisë së qëndrueshme.